Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sara Hoxha komenton për herë të parë lidhjen e Ledrit dhe Gjensilës. Pas javësh të gjitha spekullimesh në rrjetet sociale dhe në media, Sara Hoxha ka vendosur të reagojë për herë të parë mbi zërat që lidhin ish-partnerin e saj Ledri Vulën me këngëtaren Gjensila Myrtezaj. E ftuar në një emision, Sara u shpreh se lajmet i ka lexuar si gjithë publiku dhe se nuk e ndjen të drejtë të komentojë për diçka që nuk e di. Siç i keni lexuar dhe ju në telefon nëpër media, me Ledrin ka marrëdhënie shumë prindërore. Kujdesemi për Pojin. E lexova lajmin për Gjensilën si gjithë të tjerët. Ledri është babai i Pojit dhe i uroj vetëm gjëra të mira. Secili ka jetën e vet private. Nuk më takon as ti mohoj dhe as ti pohoj lajmet që shoh nëpër portale, kur nuk ja kam haberin fare. Por e di që kemi të drejtën të dy të jemi të lumtur. Unë ja uroj Ledrit sepse është babai i Pojit, tha ajo. Sara theksoi se pavarësisht ndarjes, marrëdhënia me Ledrin mbetet e shëndetshme dhe funksionon mbi bazën e prindërimit të përbashkët. Gjëja më e rëndësishme për ne të dy është vajza. Pas gjithçkaje që kemi kaluar, ja kemi dalë të jemi aty për të. Marrëdhënia jonë është prindërore dhe mbi këtë bazohet gjithçka. Përfundoi ajo. Ky reagim i qetë dhe pa polemika i Sarës erdhi si një mesazh qartësues për publikun, duke treguar se prioriteti i saj mbetet vajza dhe respekti reciprok me Ledrin.